Zotë se lavi kështu, kush në këtu shërve, a kina abdes, mas? Ja, nuk kemi abdes nga se tertibi i abdesit është kushti i abdesit. Pse këtë argumentim me ajet kuranor? Se Allahu Azza mënyrën dhe formën e marrjes së abdesit e ka përmend Kur'an një ka një, me rend. E ka përmend një ka një, me rend. Në hadithet, asje nuk përmendet abdesi pa ushat. Lë e komin, lë e dorën, lë e ftyrën, por se abdesi është përmend një ka një, me radhë, që nuk kupton se kushti i abdesit është edhe tertibi i abdesit. Nuk ka mundësi të njerë mila komp, mase me nis ka dur të ftyrën, hundet në kështu me radhë. Nuk ka mundësi. Dush tertib mi që kur ban tush, ajo është freskim, është toptan muhabet është. Ajo është domethënë, ajo është për të fresku për me smetar dhera, jo për me marr abdes. Ose e ban për të fresku, ose e ban për mi largu djerës që mos të vjen era. Ama si ki bo për abdes. Pse abdesi ka formë dhe mënyrë të posaçme. Nuk mundet ti domethënë mu gjyt në bazan medale dhe me thonë se unë e kam abdes. Mundet. Dush me rënd mi marë. Abdesi mirët me tertib. Edhe qka? E tertibe dhe muvalate. Muvalate është që abdesi të mirët dhe thot aty për aty. Nuk mundet që njëri me la ftyrën mas 10 minutave me nis me la krahët. Pse abdesi duhet me konën më njerë aty për aty. Ka rregulla dhe parimet e së dhe thot janë obligim të abdesi. Urdhë. Të libri që mina në datë, argumente i kërbërënë dhe sineti, zotë ishte tregla të më ditë të subat në sineti, që mund të abdesi edhe pa tertibe. Bile parim gjinatë dhe zonë, që ishte rastën, cilën mund ke abdesi, me vënesë të subat në sineti, një herë kishë përdorë, masi që i kemë kaluar, që larje e krahë, ka fika nga krahë. Muvalatën do të ishte, jo tertibin. Aty për aty. Tertib është renditje larë. Po. Masi që i ka kaluar, i ka fika nga të krahë. Ma jo, sa që ki haru, që ka pa larë. Në thekë të haru, i ka fika nga. Po. Kjo është domethënën që përmendin ulemat të shumica e detarëve, e kam parasysh. Të shumica e detarëve që përmendet, ose domethënë nëse haron diçka me la, edhe të kujtohet kthehe shtëpia aty ku e ke haru. Për shembull, ke haru me la hunën. Apo ti ke la ftyrën, ke la krahët, ke dhënë mes. Delpi e kryen abdesin largosh, edhe të tekët se ke la hunën. Kthehesh e nis abdesin pite huna. E lan hundën, e lan ftyrën, i lan krahët, i jep mes kris, po i lan në fund komët apet. Për këtë përmendet ai hadith edhe pse disa detarë thotë, ama kjo është për muvallatin e tertibin. Kjo është për tertibi o diçka, muvalati o diçka. Muvalati është që abdesin me marë më njerë aty për aty, një mas një. Një mas një, pa duku thërë, dhe një pjesë pitu, dhe një pjesë. E po këtë në ceka që ka vazhdu pjesë të kratë. Të vetëm ceka në që se ka ru kratë, ka ja vetëm kratë dhe që se ka minë fund të abdesit, i ka leo kratë. Kujtohet cëllën pjesë. Ka leo vetëm atë pjesë që ka ru, ka vazhdu pjesë e kratë shemull, dhe vazhdojnë mesin në bërë. Sot dësh pjesë të cilën e ka haru e ka la dhe në ka shpia pjesë. Në që se gjatë abdesit, dirë larja durve, larja gojës, mundës, tirën, e ka haru tirën, ki vazhdu me krasë. Dhe ki më regjet me kamës. Nuk kthehet për të ftira për të kamës. Vetëm tirën e ka la, dhe se për tira i vazhdu me krasë. Te shumica e sahabëve, transmetuesi abdesit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Formës e abdesit është Osmani radhiyallahu anhu. Osmani ibn Affan radhiyallahu anhu. Dhe 90% të haditheve që kanë të bëjnë me formën e abdesit transmeton Osmani radhiyallahu anhu. Dhe të shumica e detarëve thonë se Osmani radhiyallahu anhu asnjëherë nuk kanë transmetuar hadith i cili çka nuk i ka përmendur abdesin, do thotë me radhë. Nuk i ka përmendur abdesin me radhë. Edhe për këtë shkak do të ndoshta kjo është ndonjë përjashtim apo është hadith më i dobët se sa këto që përmendin do thotë radhitjen e abdesit, domethënë aty për aty. Ndoshta është hadith në drejtë më i dobët, apo është hadith diskutabil që të shumica e dietarëve ndoshta është daif apo është hasan. Nuk po e di unë se nuk më kujtohet
kjo do të thotë Hoxha, selamun aleykum. Aleikum selam. Allah. Allah razikun. Aleikum selam. Aleikum selam. Edhe pse du të pas parasysh se në meselet e fikut ka dallime mes dietarëve, nuk është Po. Unë mendimin e kam se duhet me la të abdes edhe me la dhe tëtë. Është mesele muvalati, është mesele do më diskutabile në mesin e mezhebeve. Jo gjitha mezhebet mendojnë se është kushti namaz, kushti abdesit, falë. Por sa ajo që është do më thonë më e argumentume dhe më e fort më argumente është se muvalati është pjesë e abdesit. Edhe për këtë shak dhe thot të shumica e medhhebeve është muvalati kushti i abdesit, dhe kërkohet. Wallahu a'lam.